Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq 13 persona, mes të cilëve 10 inspektor e zyrtar të institucioneve mjedisore për veprën penale shpërdorim detyre, duke i lejuar shkelje në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe trajtimit të mbetjeve të rrezikshme spitalore. Nga hetimi u zbulua një skemë me gjërë bashkëpunimi mes subjekteve private dhe funksionarëve publik për të siguruar kontrata publike dhe leje mjedisore në mënyrë të paligjshme. 3 administratorët e kompanive, Elvis Miri Vale Recycling SHPK, Elidiana Sheu MC SHPK dhe Laert Sheu i SWOT SHPK, akuzohen për falsifikim dokumentash, pasi kanë dorëzuar deklarime të rreme për pajisje teknologjike të sterilizimit të mbetjeve të rrezikshme, duke përfituar në mënyrë të padrejtë kontrata publike. Elvis Miri, administratori i kompanisë Vale Recycling SHPK, u arrestua me kërkesë të prokurorisë së Tiranës, pasi dyshohet se përfitoi mbi 65 milion lekë tendera për riciklim të mbetjeve spitalore për spitalin e Beratit duke përdorur dokumenta false, pa patur pajisje dhe duke sjellë dëme mjedisore. Ndërkohë 10 zyrtarët publik akuzohen për shpërdorim detyre. Sipas prokurorisë, ata kanë firmosur inspektime formale, kanë pranuar dokumenta të falsifikuara dhe nuk kanë verifikuar realisht pajisjet dhe kushtet në terren.